këto çrregullimet ose simptomat e para, a dallohen edhe tek tingujt e parë kur janë foshnje, për shembull i thonë ma vonë, ose apo këto është heret me gjyku? Po, për shembull, siç e përmenda, që atëherë moshën 18 muaj, ku fillojnë mi thonë tingujt e parë. Mirë, po zhvillimi gjyqësor i fëmijëve ndodh shumë ma herët. Për shembull, fëmijët nga 5 muaj, 6 muaj, fillojnë mi thonë tingujt e parë, mama, baba. Do me thonë si që ato janë ma atleta. Ndoshta nuk e din kuptimin e atyre fjalëve, po edhe pse nuk i kuptojnë, prap i thonë, sepse janë fjalë që i dëgjojnë ambientin e tyre, ose që i dëgjojnë prej të tjerëve dhe do me thonë i imitojnë. A mirët për bazë që ajo mosh nëse nuk i thonë qëta tingujt bazë, mama, baba, ama, nëse nuk i thonë 5-6 muaj, po i thonë 12 muaj, 13 muaj. A është bazë kujdesit shtumë? Mundet më marë për bazë, po ndoshta mundet me qenë edhe pak herët, se do me thonë që vetëm që në qatë mosh nuk po i thë qato tingujt që s'ka me folë. Po ma vonë, do me thonë nëse nuk i mbrin që ato kriterje tjera, atëherë është mirë me unë konsultu me psikolog ose me një mjek ose me një logoped, me dikën që do me thonë mundet me jep detaje ma shumë edhe me i drejtu pastaj se të kush është ma mirë me punu me fëmijën.